Eris Mehmeta, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, ka mohuar që të ketë lidhje me ekzekutimin që ndodhi në natën 27 prillit. Mehmeta ka deklaruar në polici se makina është e njëjta me atë që ai ka në pronësi. Nga ana tjetër, ai ka shtuar se makinën ja ka lënë në përdorim një miku të tij, pasi ai kishte kërkuar dhe tashmë nuk e din se për çfarë është përdorur mjeti i tij. 37 vjeçari është lënë në burg nga gjykata e Vlorës për përkrahje të autorit të krimit dhe sigurim kushtes për të kryer vrasjen e Renato Hoxhajt. Lidhur me ngjarjen, mësohet se policia ka dyshime se ato mjeti mund të jetë çmontuar. Ngjarja ndodhi më 27 prill, ku viktima po kthehet në shtëpi nga vendi ku punonte si roj një objekti në ndërtim. Hoxha është qelluar nga afër 3 herë me armë zjarri. Raportohet se ka qenë bashkëjetuese e tij që ka dëgjuar të shtënët dhe ka gjetur të pajetë. Në dëshminë e saj, bashkëjetuese ka treguar vetëm se e ka gjetur të vrarë dhe ka njoftuar policinë. Askush nga banorët nuk ka parë persona që kanë kryer krimin. Fisat kryesore të hetimit janë konfliktet e mundshme së fundmi dhe përfshirja në ndonjë ngjarje kriminale.